Një ngjarje dramatike ka ndodhur në fshatin Sheqish të Bashkisë Patos, ku një vajzë e mitur dyshohet se është abuzuar për një kohë të gjatë nga babai i saj. Lajmi u bë publik nga nëna e vajzës 12 vjeçare, e cila tregon se e mitura ka rrëfyer ngjarjen në polici. Menjëherë pas denoncimit, babai i saj i dyshuar për abuzim është vënë në pranga, ndërkohë vajza është dërguar në Tiranë për trajtim mjekësor të specializuar. Policia gjeti vajzën, dhe vajza kishte treguar që babai kishte përdhunuar. Unë shkoj në polici, atje i marrë vesh. Të gjitha, vajza i thot të gjitha, që i kishte bërë jati. Edhe vajza më ka kalu në depresion, ma ka strehu shteti vajzën, me atë po merret shteti. Ma ka në qunë Tiranë vajzën dhe më thamë për një muaj. Dua që ta shikoj vajzën, më japin mundësi dhe ta takoj. Sipas saj, vajza kishte sjellje të mbyllur dhe shpesh shfaqte agresivitet, por nuk tregonte asgjë për atë që po përjetonte. E përlotur, nëna ka kërkuar ndihmë nga institucionet dhe drejtësi për të bijën. Goca nuk më thoshte mua në fare. Goca vetëm ishte acaruar për një njeri që mua më përdhunoi e vladin, me berikë e vladit, të kalbet në burg të marrë dënimin e merituar se unë nuk e dua me. Unë kërkoj nga shteti dhe kushdo që ka dëshirë të më ndihmojë në inserihim që ta kem shkollën, spitalin afër, se kam shumë fëmijë, me pension më jo. Nëna e 7 fëmijëve, 30 vjeçaria ndodhet në kushte të rëndë ekonomike, ndërsa apelon për ndihmë dhe të qëndrojnë pranë së bijës.